Prokuroria e Durrësit ka sekuestruar këtë të hënë dokumentet që lidhen me ndërtimin e hidrovorit të ri në Porto Romano me vlerë 19 milion euro pas përmbytjeve që zhytën qytetin e Durrësit në një kaos të vërtet. Sipas burimeve të prokurorisë, ka dyshime se hidrovori nuk ka funksionuar dhe përpasoj janë shkaktuar edhe përmbytjet. Deri më tani është bërë sekuestrimi i dokumentit, hartimi i studimit të projektit për rehabilitimin e infrastrukturës së rrjetit të kullimit në zonën e Porto Romanos, Kënet dhe sistemi i rrjetit të ujrave të shiut në zonën urbane të qytetit të Durrësit në kuadër të procesimit të rindërtimit me fond limit 87 milion lek. Gjithashtu është marrë pranë bashkisë e gjithë procedurat tenderuese për hidrovorin dhe po ashtu dokumentet e zbatimit të projektit. Hetimet po zhvillohen për akuzat e shpërdorimit të detyrës, përmbytje së pronës me përmbytje dhe përmbytje të pronës nga pakujdesia. Pak ditë më parë, kryetaria e bashkisë Emiliana Sako bëri të ditur se situata do të ishte shumë herë më e keqe në rast të mos funksionimit të hidrovoreve, duke postuar edhe një video ku sipas saj të dy hidrovorët e Porto Romanos, i riu dhe i vjetri, punojnë me kapacitete maksimale. Përmbytjet masive në Durrës ndodhen në 6 janar dhe vijuan për të paktën 2 ditë të tjera, për masat e tyre të pazakonta vunë në lëvizje prokurorinë e Durrësit që të hetonte shkaqjet e situatës. E ndërsa ende autoritetet nuk kanë dalë me një raport përfundimtar për banesat dhe sipërfaqet e përmbytura, shifrat e deri tanishme flasin për dëme shumë të mëdha.